Për gjatë viteve, sistemi mjekësor në vendin tonë është përballur me ndryshime të shumta. Profesor Dr. Tukagjin Binishi, anesteziolog, i ftuar në emisionin e mëngjesit ama mirë këtu a atje në televizionin Syri e Top Radio, është shprehur se Kosova qëndron më mirë me kushtet mjekësore, se sa që ka qenë gjatë viteve të 80-ta e 90-ta, mirë po vërejtja i është dhënë faktit që nuk posedohen sigurime shëndetësore. Kosova është më mirë se ka qenë politicianët gjithmonë e përdorin statistikën, më mirë se ka qenë 90-ën e 80-ën. Diskutohet. Mirë po krahasimi bëhet ku kem mujt me qenë dhe ku jemi. Në bazat e themelet e shtetësisë nuk i kemi vënë në rregull në fillim, mos folim për shëndetësi, se është marrë mas 25 vjetë mos me pas sigurime shëndetësore. Doktori Binishi ndau edhe një mesazh për të rinj që janë në dilemë për ndjekjen e fushave të mjekësisë, duke shpjeguar këtë ndjesi nga përvoja e tij. Kënaqësia më e madhe në jetë është kur ja shpëtoni dikujt në jetën. Jeta nuk shpëtohet, unë prapë po folja, unë kam punuar në emergjencë dhe në anestezion, domethënë kem pas raste ku faktikisht mundesh me mat se njëri ka qenë veç i vdekur ose gjysmë i vdekur, e kem kthy me kolegë ton operatorë të specializimeve të ndryshme, kam punu, mirë po është një ndjenjë e papërshkrueshme kur e din që qatë ditë e ki pështu jetën e dikujne. Anesteziologu Tukagjin Binishi në emisionin e mëngjesit ndau edhe përvojat personale mes vendit ku tashmë ai jeton dhe vepron Amerikës, por duke thënë se sa herë që do të jetë nevoja për ndihmë në Kosovë, do të jetë i gatshëm të ndihmojë.